Të nderuar familjarë të dëshmorit Atdheut Pajtim Ali Stafaj, të nderuar drejtues të Policisë Shtetit, dashur kolegë. Sot jemi mbledhur këtu me përulësi dhe mirënjohje për të nderuar kujtimin e një djalit jashtëzakonshëm, një oficer i shembullor të Policisë Shtetit, kolegut Pajtim Ali Stafaj, i cili 15 vjet më parë në përmbushje të betimit të tij të bërë për Atdheun, për Policinë e Shtetit, humbi jetën në krye detyrës. Ai sot radhitet në pjedestalin e nderit të kombit, aty ku qëndrojnë krenar dëshmorët e Atdheut tonë. Pajtimi ishte një nga ata njerëz të rrallë që uniformën nuk e vishte vetëm në trup, por e mbante atë në shpirt. Nga Bllata në Tropoj, te qyteti Studenti, e deri te patrullimit sfidues i autostradës, ai shërbeu me përkushtim të jashtëzakonshëm. Një detyrë që e konsideronte si mision. Më 10 nëntor të vitit 2010, në krye të detyrës, ai u godit nga një automjet dhe u nda nga jeta në moshën më të bukur të tij. Një humbje e madhe për familjen, kolegët, për Policinë e Shtetit, po dhe për shoqërinë. Për mua personalisht kjo humbje nuk është vetëm institucionale. Ajo është njerëzore. Pajtimi ishte kolegu dhe shoku jon i akademisë. E kam njohur si djalë të jashtëzakonshëm, me zemër të madhe, karakter të pastër dhe ëndra të mëdha. Humbja e tij ka lënë një boshllok të madh për familjen e tij, Policinë e Shtetit, por edhe tek ne kolegët të brezit të tij. Ai la një boshllok që nuk mund të mbushet, por kujtimi i tij vazhdon të na frymëzojë. Policia e Shtetit ka humbur një punonjës shembullor dhe shoqëria një qytetar model. Sakrifica e tij nuk harrohet, por është një thirrje për ne, për uniformën që mbajmë, për misionin tonë të përditshëm, është një thirrje për gjithë qytetarët. Ajo na kujton se siguria ka emra, ka fytyra, ka jetë të dhëna për të në të gjitha dimensionet e saj. Ne jemi sot tu për ta nderuar veprën e pajtimit, për të kujtuar vlerat e tij dhe për të riafirmuar detyrimin tonë ndaj gjithë dëshmorëve të Atdheut. Vendosja e pllakës përkujtimore në një stacionin e Policisë qytetit Studenti nuk është vetëm një shenjë nderimi, është një premtim i skalitur në gur, që jeta dhe vepra e tij nuk do të harrohen. Këtu ku ai shërbeu me dinjitet, ku komuniteti e deshi dhe e respektoi, ne sot vendosim një dëshmi të përhershme të mirënjohjes sonë. Të nderuar familjar të mikut tonë Ali Stafaj. Një nga objektivat e mi kryesor si drejtori i përgjithshëm është që unë dhe familja jonë e madhe, Policia e Shtetit, të qëndrojmë pranë familjeve të dëshmorëve, t'i mbështesim me dinjitet dhe vëmendje dhe mirënjohje të përhershme. Sakrifica e pajtimit dhe të gjithë kolegëve tanë të rënë në krye të detyrës është themeli mbi të cilin ndërtojmë çdo ditë besimin dhe sigurinë e qytetarëve. E nderuar kolege Adriana Ali Stafaj, sot ti mban veshur jo vetëm uniformën, por mbart në vete edhe emrin, kujtimin dhe nderin e sakrificës së vllajt tënd. Uroj që të ecësh gjithmonë me kokën lart, sepse pajtimi ka qenë dhe mbetet një nga modelet më të pastër të Policisë së Shtetit. Të dashur kolegë të brezit, të pajtimit, të gjitha kemi të freskët momentin e ngritjes lart të flamurit kombëtar në akademi. Çdo të hënë apo në çdo rast ceremonie solemne. Ishte pajtimi me përpikmërinë e tij si për të na treguar gjithëve se shqiponjat fluturojnë lart, shumë lart. Ai padyshim ishte një shqiponj, fluturon lart pajtim. Nderim dhe lavdi për veprën dhe jetën e dëshmorit të Atdheut Pajtim Ali Stafaj. I paharruar. Faleminderit gjithëve. I nderuar drejtori i përgjithshëm i Policisë, të nderuar kolegë, miq dhe familjar. Sot jemi mbledhur në këtë ceremoni kujtimi me zemrën e mbushur me mall dhe respekt për të kujtuar një bir të ndershëm të këtij vendi, një punonjës shembullor të Policisë së Shtetit, një vëlla, një mik, një bashkëqytetar që na mësoi, një punonjës shembullor të Policisë së Shtetit, një bashkëqytetar që na mësoi çdo të thotë detyrë, përkushtim dhe dashuri për Atdheun. Sot jemi mbledhur të kujtojmë pajtimin. Plot 15 vjet kanë kaluar nga ajo ditë e dhimbshme kur pajtimi ra në krye të detyrës, teksa shërbente në një pikë kontrolli në autostradë, duke mbrojtur rendin dhe sigurinë publike. Një automjet i marrë nga shpejtësia i mori jetën, por nuk e shohoi kujtimin e tij, sepse ai që bie në krye të detyrës nuk vdes kurrë. Ai bëhet pjesë e përjetshme e nderit dhe historisë së këtij vendi. Pajtimi nuk ishte vetëm një punonjës policie. Ishte njeri me shpirtin e madh, i drejtë, i dashur, i përkushtuar ndaj çdo detyre që merrte përsipër. Ai besonte se forca e ligjit dhe e drejtësisë qëndron në zemrën e njeriu që e zbaton me ndershmëri atë. Në uniformën blu ai pa një mision, dhe atë mision e çoi deri në fund me jetën e tij. Sot, 15 vjet më vonë, përkujtojmë sakrificën e tij, shembullin e tij, që frymëzon çdo efektiv të ri të Policisë së Shtetit. Si motra e tij dhe si pjesë e Policisë së Shtetit, ndjej krenari të thellë që ndjek rrugën që ai nisi. Çdo ditë ndjej sikur një pjesë e tij ecën bashkë me mua. Më udhëzon, më kujton se kjo detyrë është më shumë se punë. Është besë, nder dhe sakrificë. Pajtimi mbetet dëshmori i Atdheut, por për mua do të jetë vëllai im i dashur, i cili me buzëqeshjen e tij të qetë më mësonte të mos dorëzohesha kurrë. Sot dua t'i them me zë të plot, vëlla, ne jemi krenar për ty.
Emri yt është i gdhëndur jo vetëm në gur, por dhe në zemrat tona, në çdo derim që i bëhet flamurit ton, sepse ti e nderove këtë flamur me besnikëri, me guxim, me jetën tënde. Falenderojmë me mirënjohje Policinë e Shtetit për këtë nderim të vyer ndaj vëllait ton, për këtë gjest fisnik. Ju dëshmoni se Policia e Shtetit nuk i harron bijtë e saj që ranë në krye të detyrës, por i mban gjallë në kujtesë dhe në zemrën e saj. Lavdi e përjetshme emrit dhe veprës së pajtimit, nderim dhe respekt për gjithë dëshmorët e Policisë së Shtetit dhe të atdeut, qoftë i paharruar kujtimi i tyre dhe shembulli i tyre udhërrëfyes për brezat që do të vinë.